Ne do të bëjmë pa dyshim bashkëpunimin e ngushtë edhe me qeverinë, që na hapin rrugë dhe mos na bllokojnë që t'i thithim edhe investorë nga jashtë. Në cilat fusha i parashini ato investime? Investime që i shohim janë sidomos në shëndetësi. Ne e parashojmë një spital gjigant në Gjakovë, që do të shërbej edhe në gjithë rrafshin e Dogaxhinit, që të bëhet me investime private, të më thonë me investorë. Një spital privat parashini ndërtot? Spital privat, absolutisht, sepse shëndetësia ose mjekimi i pacientëve, i qytetarëve, duhet hiqet nga bara e qendrës. Po spitale private kemi përplot. Prishtina është e mbushur me spitale private, po ka një kostot që qytetari nuk jo të gjithë mund ta përballojnë. Tani ideja është çfarë bën komuna për mirëqenien e qytetarëve. Investime private, kosta të duash. Ktu kemi edhe zgjidhjen që qytetarët mos ngarkohen me pagesa të larta për të shëruar. Spitali privat do i ofroj kosto të lirë? Jo, nuk është që do t'i ofroj kostet të lirë, dhe më thonë kostet do t'jenë në nivelin e duhur ashtu se sa kushtojnë ato. Është që ne e parashojmë dy lloje të sigurimeve. Është sigurimi shëndetësor, edhe sigurimi për kujdesin e pleqve dhe të invalidëve. Këtë duhet ta bëjmë në bashkëpunim me qeverinë, dhe më thonë me Ministrinë e Shëndetësisë. Ekziston një ligj që është miratuar, po që nuk është zbatuar kur për askënd. Tani si do të zbatohet vetëm për Gjakovën, nëse nuk ka filluar të zbatohet në gjithë vendin? Këtu duhet, dhe më thonë, në formë nacionale duhet të zbatohet. Por ju po garoni vetëm për një komunë? Unë garoj për një komunë, komunën e Gjakovës, por aty ne bëjmë thirrje te qeveria që mos t'i bllokojnë dyert dhe të shërbejnë në mënyrën më të mirë për... Thirrje kemi bërë edhe në mediat në vazhdimsi, ose kemi bërë presion se çfarë po ndodh me ligjin për sigurimet shëndetësore. Nuk kanë munguar thirrjet, presioni, nuk ka filluar, nuk ka patur kur sigurime shëndetësore funksionale në Kosovë. Dhe në çfarë mund bëj një kryetar komune kur në gjithë vendin nuk funksionon sistemi shëndetësor? Në çfarë forme ju thoni, premtoni një spital gjigant dhe sigurime shëndetësore për qytetarët e Gjakovës, se kjo nuk po bind disi? Nuk e bind, por kur të shohim, të më thonë, miliona investime nga diaspora. Dhe të vitë, më thonë, një blokat nga qeveria, ose të themi nga Ministria Shëndetësisë, që nuk e lejon ose nuk e zbatojnë ligjin. Dhe ju premtoni se mund ta bind një qeveri në qendër për të filluar zbatimin e sigurimeve shëndetësore? Absolutisht. Ne si parti nuk jemi këtu për bloku dikënd, po ashtu presim edhe nga parti tjera që mos na bllokojnë neve, sidomos mos t'i bllokojnë rrugët për investorë që vinë nga mërgata shqiptare edhe investorë tuaj. Kur po premtoni këtë spitalin gjigant privat, keni sigur diçka se dikush vërtet do vite ka të interesuar në diasporë, që të vinë e të ndërtojnë atë spital, po ja që s'pas kanë ardhur deri tash për x arsye? Këtu investimet, dhe më thonë, në spitalin gjigant, që do të shërbej rajonal, parashihen miliona investime, qindra miliona. Këtu nuk mund të investoj vetëm një investori vetëm, se një Elon Musk në Kosovë nuk e kemi, ose dikun diasport që të investoj vetëm. Këtu do të formojmë, të më thonë, investment groups. Do të bëjnë forca të investorëve me një fond përbashkët që, të më thonë, gjitha investimet... Po prapë se ju funksiononi me logjikën e biznesit dhe edini më mirë se unë, investitori, kur investon, kërkon këthim. Absolutisht. Nëse investohet në një spital të tillë milionësh në Gjakovë, dhe investitori nuk ka interes se nuk do ta ketë kthimin e fitimit siç para ai vetë, sepse fitimi i investorit. Gjakova, nëse e dini, edhe Gjakova është goditur nga fenomeni i migrimit. Gjakova ka humbur popullsi, le të themi, është kurrur popullsia në Gjakovë. Si në shumë komuna tjera, po diku është më theksuar, diku më pak. Pra dhe Gjakova është goditur nga kjo. Dhe pse të vi investitorit, investojnë miliona kur nuk i kthen ato para? Këtë nuk po e kuptoj. Pa tjetër që të kthehen ato para të investori, sepse me bashkëpunimin që thash qeverisë, me Ministrinë e Shëndetësisë,
pa tjetër që duhet bënë dhe më thonë sigurimi shëndetësor. Dhe këto do të sigurohen dhe më thonë nga taksa paguesit, dhe më thonë nga punëtori, një i punësum, duhet të bëhet një lloj ligj për gjithë qytetarët, për ata që janë të punësum. Një pjesë të rrogës ndalet nga punëmarrësi dhe pjesa tjetër nga punëdhënësi. Dhe këtu do të hinë dhe më thonë ato sigurimet, dhe më thonë pagesa sigurimit mujor që të bëhet. Dhe më thonë, shërbimet e spitalit privat që bëhen, ato do të mbulohen nga sigurimi shëndetësor. Po, në rast që ka diçka që me mbulesën e sigurimit ose pacientit që nuk mund të mbulohen, aty duhet të vite më thonë... Mirë, e dëgjova diku edhe një intervistë juaj në ku thoni që ky spitali që ju parashini të ndërtohet, do të ketë edhe një helikopter. Po, është, si të them, pa tjetër për shkak të shpëtojmë jeta sa më shpejt që mundem. Por një helikopter i cili përdoret për emergjenca shëndetësore, më i liri diku kushtonte 9 deri në 11 milion euro. Tani, mos çuditëm për shifra nëse një helikopter kushton 11 milion euro, ku do t'i marrë komuna parat t'a siguroj, nëse bëni premtim si kandidat për kryetar komune, nga çka do të siguroj komuna prej buxhetit të vet për të blerë një helikopter? Nuk ka nevojë ta blejë helikopterin. Komuna, nuk ka nevojë komuna. Dhe më thonë, këto gjitha shkojnë përmes sigurimit shëndetësor. Gjitha pagesat që ju që këtë kthyer nga Zvicra veç sigurimin shëndetësor për na rregulluar. Dhe do duhet të filloni nga niveli qeveritar, jo komunal. Dëgjoni, kam qenë edhe në spitalin e Gjakovës, kur një i shtrirë ka qenë aty, dhe unë të shkoj shamë si sëmur, dhe të shtrijem në qashafe që janë të përdora me një pacient para me, për shumë, dhe të shtrijem aty. Unë a shkoj aty të qërohem, apo të marrë sëmurje tjera shtesë. A ka të bëjmë me menagjimin? Menagjimi është, dhe më thonë, edhe investimet, dhe më thonë, para përgatitit që duhet tjene edhe në spital. Për këtë thamë, për këtë arsye, është sigurimi shëndetësor shumë i rëndësishëm për çdo qytetar. Kthehen te helikopteri. Këtu do të bëhet me marrëveshje, me bashkëpunim me firmën gjermane që quhet ADAC. Dhe nga atje do ta marrim licencën për helikopterin e firmës ADAC. Po ju këtu mund ta bëni, nëse jeni interesuar të sillni investitor edhe pa qenë fare kryetar komune, një gjë të tillë, nëse doni t'ja bëni një të mirë vendit, do të mund ta bëni edhe pa qenë fare kryetar komune. Absolutisht e vërtet, por kush do t'ja hap rrugët e dyrt investorëve që të vinë këtu. Jo pak më parë thatë që investorët nuk kanë interes marrë. Pse? Pengesat, qofshin ato fiskale, qofshin dokumentacione, qoftë edhe spjegimi i rrugtimit për investime. A keni argumente se një kryetar komune, në këtë rast, kryetari komunës së Gjakovës, qoftë ky i fundit, qoftë krejt ata që përmenda